Federata Serbe e Futbollit ka publikuar listën për ndeshjet ndaj Shqipërisë dhe Andorrës, të cilat do të mbahen respektivisht në datën 11 tetor dhe 14 tetor. Trajneri Dragan Stojković nuk ka grumbulluar lojtarin më në formë për klube, Aleksandar Katai. Pjesë e kësaj liste nuk kishin se si të mungonin, ndërkohë Dušan Vlahović i Juventus, Aleksandar Mitrović i Al Ittihad dhe Luka Jović. Dueli me Shqipërinë e Silvinjos do të zhvillohet mbrëmjen e 11 tetorit në stadiumin Dubočica në Leskovac, ndeshje e cila do të ndikojë shumë në fatet e të dyja kombëtarëve drejt botërorit 2026, pasi të dyja luftojnë për vendin e dytë në grupin K. Sa kaq, nëse të gjithë shqiptarët janë duke pritur fitoren e madhe në Serbi për kompanitë e basteve, kjo ka shumë pak gjasa që të ndodhë. Shqipëria do të përballet në 11 tetor kundër Serbisë në Leskovac dhe ndeshja pritet me interes shumë të madh nga tifozët kuqezi, për vetë ngarkesën emocionale që mbart kjo sfidë, por njëkohësisht edhe për vendin e dytë që do të na dërgonte për herë të parë në play-offin e kualifikueseve për Kupën e Botës. Sa i përket kompanive të basteve, ato e quajnë Serbinë si favorite absolute, duke e kuotuar mesatarisht me koeficientin 1.7 fitoren e vendasve, ndërsa barazimi kuotohet me koeficientin 3.50 dhe fitoria e Shqipërisë me koeficientin 4.50. Sa kaq, edhe trajneri i kombëtares shqiptare Silvinjo ka publikuar listën e lojtarëve të grumbulluar për 2 ndeshjet e muajit tetor, sfidën kualifikuese të Kupës së Botës ndaj Serbisë dhe miqësore ndaj Jordanisë, që do të luhet në Tiranë. Tekniku kuqezi ka thërritur 25 lojtar dhe risia e vetme është futbollisti i Shkëndijës së Tetovës, Klisman Cake, qendërmbrojtësi ka qenë më parë pjesë e kombëtares U21 dhe pas paraqitjeve të mira me Shkëndijën në Maqedoni, por edhe në Kupat e Europës, ku arritën edhe kualifikimin historik në Conference League, ka bindur trajnerin brazilian Silvinjo për të ftuar në kombëtare. Ndërkohë, mungesa e madhe është Anis Mehmeti i Bristol Cityt. Grumbullimi i kombëtares nis të hënën më 6 tetor në Tiranë, ku kuqezin do të përgatiten fillimisht për sfidën kualifikuese ndaj Serbisë. Ndërkohë, ndeshja miqësore Shqipëri-Jordani do të zhvillohet më 14 tetor në Air Albania në orën 19. Biletat për këtë ndeshje janë në shitje online, si dhe në pikat fizike pranë stadiumit e Air Albania. Në prag të ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë që do të zhvillohet në Leskovac më 11 tetor, Federata Serbe e Futbollit ka bërë një njoftim të rëndësishëm për tifozët e saj. Ata nuk do të shesin asnjë bilet, edhe pse kanë mundësi që të kenë rreth 6.000 të pranishëm në këtë stadium dhe ndeshje për të cilën kanë marrë një dënim me kusht. Në përputhje me vlerësimin e FIFA-s, udhëzimet e Ministrisë së Brendshme të Republikës së Serbisë, konsultimet me UEFA-n dhe mbi gjitha përvojën e keqe që nga ndeshja e mëparshme që ndërprerë në vitin 2014 dhe për shkak të kësaj i kepi hyrën mbeti jashtë Europianit, Komiteti për Çështje Urgjente i FSS-s mori vendimin se për duelin e ardhshëm midis Serbisë dhe Shqipërisë, i cili do të luhet më 11 tetor në stadiumin Dubočica në Leskovac, nuk do të ketë bileta në shitje, thuhet në njoftimin e tyre. Pjesëmarrja në tribuna do të sigurohet me shpërndarjen e biletave për komunitetin e futbollit përmes shpërndarjes nga zyrat rajonale të Federatës së Futbollit te klubet, studentët e shkollave të futbollit dhe prindërit e tyre, organizatat profesionale dhe shoqatat e futbollit, sponsorët zyrtarë dhe të ftuarit e FSS-s, përfaqësuesit e akredituar të medias, si dhe ekipet miqësore dhe të tjera grupe të nevojshme për zhvillimin e ndeshjes. Hyrja në stadium do të lejohet vetëm me bileta të personalizuara në mënyrë strikte dhe me inspektimin e një dokumenti identifikimi, kartë identiteti ose pasaport, si dhe kontrolle të rrepta sigurie në hyrje, në përputhje të plot me standardet më të larta të sigurisë. Dueli midis Serbisë dhe Shqipërisë u shpall nga të gjitha institucionet kompetente si FIFA, Ministria e Brendshme e Serbisë dhe Federata e Futbollit të Serbisë, si një ndeshje me rrezikun më të lartë të sigurisë. Sidomos për këtë rast, FIFA do të dërgojë deri në 2 oficerë sigurie në Leskovac dhe nuk do të ketë tifoz mysafir në tribuna në përputhje me udhëzimet e sigurisë dhe me qëllim ruajtjen e rendit dhe sigurisë së të gjithë pjesëmarrësve në këtë ngjarje.